Ju nuk vini nga Facebooku, ju nuk vini nga Instagrami, ju vini nga vende që ende i besojnë gazetarisë. Dhe ende i besojnë shpresoj së vërtetës, dhe ju ende duhet të besoni fakteve. Sepse si mund të merremi me këtë oqean gënjeshtrash që sa vjen e bëhet më i madh. E pa gjejeni, gjysmë të vërtetat kanë potencialin për të qenë gënjeshtrat më të mëdha, sepse kanë një dozë të vërtete. Por pastaj i shton. Dhe çdo ditë është e smur, po gryen botën demokratike, po e kthen përmbys çdo gjë tek e cila kemi besuar. Kështu e mendoj, dhe ju lutem kuptoni diçka. Të gjithë këtë po merrni për një arsye, po flisni me personin e gabuar, në kohën e gabuar, në vendin e gabuar, sepse keni ardhur pas 7 ditësh balte që është përhapur, e kam mbytur botën. Dhe pa fuqia për t'i parë, për t'i ndjerë këto gënjeshtra dhe duke mos pasur mundësinë për të paraqitur një fakt, 2, 3 të thjeshta. Unë them nuk ka projekt. Dhe komenti i një mediaje të madhe është, por këta protestues thonë që ka një projekt. Çfarë është kjo? Kryeministri Rama tha që nuk ka projekt, po dëgjojeni këtë protestues. Dhe një njeri që s'ka hiç informacion për çështjen thotë po, ka një projekt, do të ndodhë kështu e ashtu. Po ku është projekti? Yes. Ju lutem më kuptoni. Kam unë mikrofonin. Kryeministër, faleminderit që na pritët. Unë jam Kamelia nga Pro TV Rumania. Na ndihmoni të sqarojmë disa gjëra. Kemi 2 projekte të ishullit të Sazanit dhe në Bregdet. Nuk kemi 2 projekte, kemi 2 vend zhvillimi. Po përflasim. Jo, sepse fjalët sot janë të rëndësishme. Kemi 2 vend ndodhje. Në Bregdet, projekti është anuluar apo është pezulluar? Jo, po si dreqin flas. Po, por ju thatë në fillim kemi regjistrimin, a keni regjistrimin, po që është anuluar. Ju keni regjistrimin, unë kam Alzheimer. Po? Jo. Unë jam këtu, unë po flas, e thatë në fillim, që është anuluar, nuk thash asnjëherë është anuluar, asgjë nuk është anuluar, sepse nuk ka pasur kur një projekt për të anuluar. Mirë, jo, nuk është në rregull, sepse vini këtu me kokën të mbushur plot me gënjeshtrat që ju kanë bllokuar trurin dhe asgjë nuk ju kalon përmes tyre. Jo, trurin e kam shumë në rregull. Jo, ju tha që është anuluar. Jo, trurin e keni në rregull. Problemi është sa i hapur është ai për faktet. Ju tha në fillim. Jo, nuk është në rregull. Nuk është në rregull, nuk e pranoj. Nuk është në rregull. Kemi të tjerë këtu dhe më duhet më thonë, në qoftë se të gjithë thonë që e kam thënë në fillim që ne kemi anuluar projektin, atëherë kemi një problem. Na duhet që të shohim regjistrimin. Jo, nuk vazhdoj. Nuk mund të vazhdoj. Ndjes. Më thoni diçka që nuk kam thënë kurrë, sepse keni ardhur e bindur që ka një projekt që është anuluar. Nuk ka mikrofon gazetarja.